A i dini që në Meksik ekziston një ujvar që duket sikur ka dalë nga ato kartolina tropikale ose edhe nga vetë parajsa. Sot në Off the Map po shkojmë në Mirador Cascada El Meco, kështu titullohet ujvara, një nga pikat më spektakulare në rajonin Huasteca Potosina në San Luis Potosi në Meksik. Kjo ujvar është rreth 35 metra e lartë dhe fuqia me të cilën uji bie është mbreslënse. Por ajo që të lë pa fjalë me të vërtetë është ngjyra e ujit, ngjyra turkeze që duket sikur mos me qenë e vërtetë, mos me qenë reale. Por jo, nuk është filter, është mineralizimi i ujit që e bën që uji ta merr këtë ngjyrë spektakulare. Kjo ujvar ta jep pamjen panoramike për ju që doni me bo foto ose video, ndërsa për ata që janë aventuriera, kanë qef me provu edhe me varg, me bo ndonjë shrititje, është vendi ideal. El Meco nuk është prej atyre vendeve që e zakonisht e gjejnë për guidat turistike klasike, por nëse një herë provon, nuk i me harru kurrë. Sipas të dhënave lokale, El Meco gjatë sezonit turistik, piku turistik, tërheq deri në 2 milion vizitorë. A e kështu ti në listën tënde të udhëtimeve?